Ridvana, ju keni hartuar një raport mbi konsumimin e drogës të të rinjt në vend. Më konkretisht, a mund të na thuash pak çfarë analizoni në raport për përhapjen, llojet apo pasojat? Në fakt, raporti monitorues përmbledh të gjitha elementet që ju cituat, duke nxjerrur në pas se përdorimi i substancave narkotike tek të rinjt në Shqipëri është një problem në përshkallësim. Dhe po ka një karakter gjithnjë edhe më të strukturuar. Të dhënat tregojnë jo vetëm një rritje të përdorimit, por edhe ndryshime të profilit të konsumimit, duke u fokusuar tek tashmë substancat që janë edhe më të forta, por edhe më të rrezikshme. Një nga gjetjet më shqetësuese të raportit do thoya që përkon duke u bazuar tek disa të dhëna të marra nga anketa evropiane e drograve, ku rezulton që 41% e përdoruesve, të cilët kanë raportuar në 12 muajt e fundit, përdorimin e kokainës, duke krahasuar ato me nivele le të themi më të ulta me Bashkimin Evropian që raporton 29%, por edhe me Ballkanin Perëndimor që raporton 21%. Raporti gjithashtu nxjerr në pa mungesa të politikave publike, të cilat kanë dhe ofrojnë shërbime vetëm në momentet kur varësia tashmë është konsoliduar dhe mungojnë shërbime të cilat mund të jenë parandaluese në fazat më të hershme të përdorimit të tyre. Dhe ekspozimi i përdorimit të këtyre substancave në një moshë shumë dhe në faza të hershme të zhvillimit të fëmijëve ndikon në zhvillimin e tyre psikologjik, por gjithashtu edhe në zhvillimin neurologjik, duke ndikuar në krijimin e varësisë së konsoliduar në moshën e rritur të hershme. Dhe gjithashtu duke ndikuar në funksionimin e proceseve njohëse, të cilat janë përgjegjëse për vendimarrjen, për planifikimin, dhe duke rezultuar pastaj se sa funksional dhe se sa individ të shëndetshëm do të jenë ata deri nesër. Dhe duke pasur parasysh këta faktor, kjo nuk ndikon vetëm në pjesën e shëndetit të tyre, por ndikon edhe në zhvillimin e tyre social. Një pjesë e mirë të anketuarve kanë raportuar që ata janë larguar nga shkolla, nga përdorimi i tyre, kanë pasur problematika familjare, dhe gjithashtu duke mos pasur një ambient që të gjejnë një zgjidhje, ata nga konsumimi i tepërt i tyre, kjo ka çuar në një sjellje ndoshta edhe kriminale në fazat e mëvonshme të jetës. Sa është mosha e përdoruesve të drogës? Duke pasur parasysh një raport, disa të dhëna të nxjerra nga UNICEF-i në vitin 2024, nga raporti Health Behavioral in School Age Children, tregon se rreth 7% e nxënësve 15 vjeç kanë provuar kanabisin të paktën një herë dhe rreth 5% raportojnë një përdorim në 30 ditët e fundit, duke sinjalizuar një ekspozim të hershëm dhe rrezik të shtuar për zhvillimin e varësisë. Pra, të dhënat e marrin gjithashtu dhe nga qendra që ne kemi kontaktuar. Mosha përkon pra fillimin në 13-14 vjeç, ndër arsyet mund të jetë kurioziteti, pra eksplorimi, por njëkohësisht mungesa e një ambienti ku ata të ndihen të mbështetur, dhe të arrin të gjejnë një zonë ku ata të ndihen komfort, dhe kjo çon më pas në një përdorim të theksuar të substancave. Dhe gjithashtu ata kanë raportuar që pas disa vites, pra nga adoleshenca deri më vonë, ata kanë shprehur interes që dhe janë përgjegjësuar për të ndryshuar, por kanë pasur shumë vështirësi pasi në Shqipëri, siç e citova më përpara, nuk është se ka shërbime ose qendra shtetërore, sepse kemi qendra të cilat janë private, pra por ato në fakt e kanë numrin shumë të limituar të shërbimeve që ato mund të ofrojnë ndaj individëve. Dhe shpesh herë këta individ janë ndjerë si të pashpresë për shkak të dëshirës për të ndryshuar,
por edhe të mungesës për shërbime të cilat duhet të jenë. Cila është droga që zë vendin e parë tek përdoruesit? Droga që zë vendin e parë të përdoruesit në Shqipëri është kanabisi. Në bazë të anketës evropiane, është raportuar 56% të anketuarve që kanë përdorur kanabis, megjithse në Shqipëri droga e dytë është kokaina, siç edhe e lartë përmenda. Por duke krahasuar me vendet e tjera në Ballkanin Perëndimor ose edhe në Bashkimin Evropian, nuk kemi përdorim të kokainës, por kemi përdorim të disa drogave të përzira, ku kjo në fakt në Shqipëri rezulton me 5%. Pra kjo tregon një zhvendosje drejt drogave stimuluese më të forta, me rrezik më të lartë dhe me një varësi më të madhe dhe pasojë shëndetësore pastaj që ndoshta edhe ndërhyrja e vonë do të ketë një efekt shumë herë më të kufizuar. Për sa i përket substancave më të reja në treg, cila është bërë trend? Kemi disa substance në fakt që janë tashmë të reja në treg, duke përpuar me substanca sintetike dhe droga të reja që kanë përmbajtje të panjohura, si ekstazi, crack, por gjithashtu edhe substanca të tjera, të cilat ende nuk është janë në ritmin për të rritur në përdorimin e tyre. Pra, përdorimi i drogave në Shqipëri përkon tek kanabisi edhe tek kokaina. Çfarë mund na thoni për përdorimin e drogave në shkollë? Në fakt, një element shumë shqetësues që ka rezultuar nga gjetjet e raportit përkon që 17% e përdoruesve përdorin drogën në ambientet e shkollës dhe 11% e përdorin në ambientet e punës. Pra, pikërisht në këto ambiente ku të rinjt duhet të jenë le të themi të mbrojtur dhe të kontrolluara, qartazi mungojnë protokollet dhe mekanizmat e identifikimit. Dhe prania e drogës në këto ambiente tregon se përdorimi nuk po shihet më si një devijim, por si një sjellje që tashmë po tolerohet nga aspekti social dhe deri diku po e normalizojnë. Sipas raportit që ju keni bërë mes meshkujve dhe femrave, kush është përdorues më i rregullt i lëndëve narkotike? Në bazë të raportit, kryesisht pra tek adoleshentët përkojnë që djemt janë përdorues më të pra kanë shifra më të larta të përdorimit të substancave, ndërsa vajzat rezultojnë me një 4%, pra kanë shifra më të ulta në përdorimin e substancave. Po për sa i përket rehabilitimit, sa e vështirë është të heqësh dorë nga kjo varësi? Në bazë të dhënave që ne kemi marrë nga Ministria e Shëndetësisë, në fakt në shtet ofrohet vetëm trajtimi mbajtës me metadon, i cili shërben si zëvendësues i këtyre lëndëve për ta arritur për të përpjekur për të normalizuar vetë gjendjen e individit, por, siç e citova edhe më sipër, problematika qëndron sepse nuk kemi shërbime parandaluese. Dhe gjithashtu është një mungesë e theksuar e profesionalizmit të shërbimeve psikosociale. Pra, duke mos pasur një ndërhyrje që në shkollë, një edukim të unifikuar në të gjithë vendin, se për shembull në qytetin e Tiranës, qytet i madh, edhe gjithashtu edhe të Durrësit, mund të ndodhin, pra mund të realizohen aktivitete ku të rinjt të ndërgjegjësohen për përdorimin e këtyre substancave dhe ta dinë edhe pasojat që u vijnë më pas nga përdorimi i tyre. Dhe duke pasur këtë le të themi mos barazi dhe duke mos pasur një protokoll dhe një derë për të drejtuar dhe për të gjetur një zgjidhje, atëherë edhe procesi bëhet shumë vështirë, sepse ofrohet vetëm në momentin kur varësia tashmë është konsoliduar dhe efekti është shumë i ulët
Dhe në bazë të raportimit të individëve të anketuar, rezulton që 50-60% e tyre postojnë relapse ose rikthim në gjendjen e tyre të mëparshme. Sepse kemi edhe faktin që mungojnë edhe politika publike për riintegrimin e tyre në shoqëri. Dhe duke mos gjetur një mbështetje dhe një përkrahje në momentin kur ata arrin që të kalojnë në një gjendje të kalojnë këtë varësinë, atëherë rikthehen në gjendjen e mëparshme që kanë qenë. Çfarë pasoja sjellin lëndët narkotike tek adoleshentët, por jo vetëm? Pasojat që sjellin lëndët narkotike janë, siç e citova edhe në fillim, në dëmtime në aspektin psikologjik, por edhe atë neurologjik. Pra, të rinjtë dhe adoleshentët janë në një moshë të cilët kanë nevojë për mbështetje dhe validim. Dhe arsyeja sepse ndoshta ata eksplorojnë me këto substanca mund të jetë edhe fakti sepse duan ta përdorin si një mekanizëm shmangjeje në gjendjen dhe në situatat kur ata ndodhen. Dhe më pas, duke mos ditur pasojat e saj, sjellin problematika të shëllit mendor, ankth, depresion, izolim social, por njëkohësisht edhe dëmtime në funksionet njohëse, duke pastaj ndikuar edhe duke humbur potencialin që këta të rinjt mund të kenë deri nesër. Faleminderit. Faleminderit juve.